Shumë fare dhe mendjen vetë edhe në Anglit e çupari një muaj ose 2 muaj se jam me dokumenta dhe mendjen e kam të byrekët. Unë byrekët dhe rritjen e fëmijëve e kam njësh. Do të thonë çfarë nënë që krahason byrekun, i rrita fëmijët me këtë punë, i shkollova të 3 me shkollë të lartë me këtë punë dhe kam një kënaqësi të veçantë që kam fëmijët në një rrugë të drejtë. Kjo është kënaqësia ime, i kam të 3 fëmijët me shkollë të lartë. Unë jam 69 vjeçe, quhem Lumturia Ahmet Lulaj, kam 188 në këtë vend pune, që me shtetin e privatizuam dhe kam hapur aktivitetin tim. Ideja lindi ishte një bufe e përbashkët, ke merë secili pjesën e vetë dhe mua më lindi ideja për të bërë një byrektore. Sekreti jonë i kam bërë një ismet shumë të madh punës, që në 4 të mëngjesit deri në 8 të darkës, bashkë me shoqet e punës, se i kam shumë shoqet e veçanta, edhe punojmë pa u lodhur. Ato rinë 8 orë, unë rinë 16 orë, se kam aktivitetin tim dhe nuk lë për të nesmen atë që prodhoj. Kënaqësinë, komunikimin e bëj për momentin, sikur është pjesë e familjes time me klientin, i uroj të kenë mbarësi, të kenë shëndet, kudo që të jenë. Se për këtë periudhë kemi pasur shumë emigrantë dhe ndjejnë kënaqësi dhe vinë më përqafojnë nëna njëri, nëna tjetri, thonë. Të gjithë se janë që fëmijë me prindrit e tyre u kam shërbyer dhe më mbajnë mend. Ju thotë që keni 188? Këtu kam 188 që me shtetin. Në 91 e privatizuam, aktivitet ka qenë pasqyqëri e madhe, e ndam pjesë dhe secili mori pjesën e tij. Dhe mua më lindi ideja për të hapur një byrektore se ishte vendi më i përshtatshëm për këtë aktivitet. Shumë i madh. Shumë i madh. Për momenti ka fluks se janë gjithë emigrantët, por gjatë ditëve të muajve të tjerë ushqehemi. Dhe nuk mund të mohojmë që ne ushqehemi dhe paguajmë detyrimet e shtetit. Çfarë mendon se ka ndryshuar ndër vite? Ndër vite, për momentin tim, duhet të kemi një shërbim më të kulturuar, se dhe atëre nuk njiheshin mirë gjërat, por tani duhet një shërbim shumë perfekt. Të jemi shumë të kujdesshëm me cilësinë, me marrëdhëniet me klientët. Nuk duhet t'i detyrojmë klientët, të themi urdhon në tavolinë, jo t'i detyrojmë që hajde se kam më të mirë unë ose se jam me rivalitet. Gjendja shikohet.